Përshëndetje. Studentit të cilët dolën në rrugë dhe protestuan dhe kërkuan për të realizuar, le të themi, jo vetëm 8 kërkesa të cilat u shkruan e zeza mbi të bardhë, por pas tyre dolën dhe të tjera kërkesa, u artikuluan të tjera dëshira që shqiptarët meritojnë dhe kërkojnë t'i kenë. Në gjirin e saj, kjo protestë studentore, e cila u cilësua edhe si dhjetori i dytë për vendin tonë, pati në gjirin e saj jo vetëm studentët, patën edhe grupe të tjera interesit të cilët shpresuan tek studentët, pan tek ta shpresë, pan tek ta dritë, sepse diçka do të ndryshonte dhe do të bëhej europiane, sepse kjo ka qenë edhe kërkesa në këtë dhjetor të dytë, edhe pse kanë kaluar gati 30 vite, kërkesa edhe dëshira e shqiptarëve mbetet Shqipëria si gjithë Europa. Por pati edhe nga ata të tjerët, nga ata që kanë lënë jetën e tyre jashtë territoreve shqiptare për t'u bashkuar protestës së studentëve. Këtu me ne në Fax News është zoti Genti Jakupi, ai ka jetuar mbi 20 vite në Angli, vazhdon të jetojë atje, familja e tij është stabilizuar atje, është baba i 3 fëmijëve, por në ditët e para të protestës së studentëve la gjithçka për t'u bashkuar protestës. Përse Genti? Përse lat jetën tuaj atje dhe ju bashkuat një proteste që nuk e dini se ku do ju çonte? Gjithë shqiptarët që po shikonin protestën nëpërmjet televizorit, solidarizoheshin me studentët gjatë gjithë kohës, sepse fryma studentore është një shpresë tek çdo njeri, domethënë ne jemi mësuar që të bëhen protesta në Shqipëri nga grupe njerëzish ose nga parti të ndryshme, por kjo frymë studentore sikur i ngjalli shpresë kombit edhe njerëzve që diçka do ndryshojë për mirë, do marrë një drejtim tjetër për mirë. Edhe unë jam nga ato individ, domethënë që nuk është thjesht që solidarizohem nëpërmjet ekranit. Edhe them, bravo ju qoftë. Por jam nga ato individ që kam qejf të marr unë pjesë, të bëhem protagonist aty, të marr pjesë, të kontribuoj në mënyrën time fizikisht, jo vetëm thjesht bravo ju qoftë. Thjesht duke duar trokitur nga jashtë. Duke duar trokitur nga jashtë kështu. E kam në natyrë, domethënë që edhe e ndjeva atë moment gjëja parë që kur fillon protestat, domethënë zgjatën edhe një 4 ditë përpara se të merrja vendimin, thash nusës të pres biletën do iki. Përse e morët këtë vendim, Genti? A është Shqipëria ajo që keni lënë para 20 viteve, nëse do të bësh një krahasim ose nëse do të bësh një paralelizim, a ka ecur Shqipëria në dëshirën e shqiptarëve apo mbetet po e njëjta e cila ju shtyu ju të largohet prej Shqipërisë? Shqipëria tash në aspektin e teknologjisë ajo ka ecë përpara me kohë normalisht. Po ky është zhvillim dhe botëror, nuk është vetëm i Shqipërisë, kështu që nuk mund të po në shumë fusha tjera Shqipëria ka ngelur vendnumra. Skamja është po e njëjtja. Nuk ka ndryshuar, njerëzit janë po aq të varfër. Njerëzit po mundohen të ikin njësoj si çiknin atëherë, bile mos më shumë tash. Vujtjet e shqiptarëve në aspektin ekonomik sikur po vazhdojnë të shtohen edhe më shumë. Shumë gjëra edhe kanë ndryshuar, por majoranca e problemeve është akoma aty. Genti, ju tashmë jeni sipërmarrës në Angli, por unë do të dija, kur u drejtuat drejt Britanisë së Madhe, keni shkuar në mënyrë legale apo ilegale? Ilegale, si çdo shqiptar tjetër. Si, mund ta ndani me shqiptarën? Me gjithë babin e mamin, ikem nga këtu, sepse këtu s'kishte asnjë lloj mundësie, asnjë lloj shansi atë periudhë kohe, ishte koha rrëmujave të vitit 97. Edhe jetonim në Shkodër, ne faktikisht ne shitëm shtëpinë në Shkodër, se s'kishim as të ardhur as me çata paguajmë rrugën. Edhe e morëm atë iniciativë që të shkonim në Itali, nga Italia, hipëm pastaj nga Franca në Maune, si gjithë shqiptarët e tjerë, për një jetë më të mirë. Sakrifica që bët bashkë me prindrit për të nisur drejt Anglisë me Maune, ja ka vlerësuar Genti gjithë ajo aventurë dhe të rrezikonit jetën? Shiko, tashi në krahasim ku ishim, ja ka vlejt. Por e mira do ishte mos ndodhte fare ai si faktor, ishim këtu në Shqipërinë tonë, edhe unë për vete jam shumë nacionalist, unë ja du të mirën këtij vendi me plot zemër, s'bëj pjesë të asnjë parti, asnjë s'ma ka mush mendjen dhe mësot këtu në Shqipëri që mund të bëj diçka me këtë vend, diçka pozitive me këtë vend. Edhe por unë ngelem unik në mendimet e mia që unë këtë vend e du me gjithë zemër. Do t'i kthehesh në Shqipëri nëse kjo protestë studentesh do të ndryshonte ashtu siç ju dëshiruat që nga fillimi? Patjetër, me gjithë zemër, me gjithë shpirt. Biles, unë jam në shtetas britanik, kam marrë në shtetësinë atje, kam pasaportën angleze,
edhe me gjithë zemër do e ktheja mbrapsht e pasaport, do i thoja se Shqipëria e lejon në dy kombësim, kështu që nuk është nevojë. E kuptoj, por në E kuptoj. ashtu do ishe shumë krenar të kthehesh në vendin tim dhe jetoja këtu. Protesta e studentëve, sepse kjo është arsyeja që ju keni mbërritur në Shqipëri, apo jo? Patjetër. Është protesta që dëshironit? Shiko, kur nisa rrugës, domethënë kur e mora atë iniciativë që të kthehesha në Shqipëri, unë mendova çdo gjë mund të ndodhë. Me fjalë, drejtimi i protestës mund shkojë në lloj-lloj mënyrash. Nuk e dija, me fjalë nuk kisha ndonjë dieni konkrete se çfarë rrugë do marrë kjo si protestë. Por është akoma gjallë, është akoma me shpresë. Edhe shpresa vdes e fundit, thot populli. Përtej kësaj fjaliet që tashmë shpresa vdes e fundit dhe kam përshtypjen që ne jemi të vetmit që e bëjmë shpresën të vdekshme, duke qenë se të tjerë kombe besojnë që shpresa nuk vdes kurrë. Përtej kësaj pjese, në këtë protest, e keni gjetur veten apo jeni thjesht ai shqiptari që dëshiron që Shqipëria të bëhet më mirë, keni ardhur të investoni në protest, po si? Në çfarë forme ju jeni ofruar kësaj proteste, përveç se të qenit fizikisht në grumbullimet e studentëve? Tash unë kam marrë pjesë, mundohem t'i asistoj studentëve, kam krijuar edhe besimin tek unë, domethënë që ky individ nuk është që është partijak ose ka këtu një qëllim. Kam fituar atë besim, ato i dinë më mirë, domethënë anën legjislative edhe problematikat, se unë s'kam qenë këtu ti mësoj. Edhe kam qenë, domethënë këtu, kam fituar besimin e tyre. Kështu. Ajo çfarë ju dëshironi të realizohet këtu, po fokusohem te kjo pjesë sepse secili nga ne, kush më shumë e kush më pak, e ka provuar të jetuar pak jashtë Shqipërisë dhe është rikthyer këtu me dëshirën për ta parë më mirë, por statistikat tregojnë që kemi shumë të tjerë që dëshirojnë të ikin. Kemi shumë të tjerë që mezi presin t'ju jepet mundësia, qoftë një kontratë pune, qoftë një mundësi studimi, mjafton të ikin. Dhe kemi një përballje mes dy realiteteve, të atyre që duan të ikin dhe të atyre që duan të kthehen sepse mendojnë ta bëjnë Shqipërinë më të mirë. Tek shqiptarët e Anglisë, tek ata që jetojnë aty, janë me dëshirën për të qëndruar aty në komunitetin tuaj apo janë me dëshirën për të rikthyer dhe për të investuar? Shumë shqiptarë do donin të ktheheshin edhe të investonin këtu në Shqipëri, por nuk i shikojnë kushtet e përshtatshme momentarisht, domethënë, këtu në Shqipëri nuk i shikojnë kushtet e përshtatshme për një investim këtu. Shumë shqiptarë mendojnë që ky vend u hiqet nga mafia. Shumë shqiptarë nuk besojnë fare tek partitë politike aktuale që ekzistojnë në Shqipëri, qofshin ato të djathta apo të majta. Domethënë, e vetmja gjë që do ringjallte shpresën e shqiptarëve do ishte një frymë re politike të lindte me kalimin e kohës nga kjo protest. Edhe partitë politike duhet të jenë koshente të kësaj, që koha atyre sa vjen i ka ik. Edhe nuk sa do që ta ndërthurin programin e tyre politik për të mirën e të ardhmes, ato kanë dalë për mendimin tim janë skarcitet, sepse populli nuk beson më tek ato. Janë mësuar me gënjeshtrat e tyre, edhe ato edhe në masë mund të kthejnë, mund të bëhen, si ta themi, të drejtë, por populli nuk i beson më. Të mbetemi këtu tek kjo pjesë, tek një forcë tjetër politike që duhet të lindë ose që do të lindë. Qarkullojnë fjalë. Unë nuk mund të dal as si individ, as si gazetare në konkluzion konkret për sa i përket pjesës që ka shqiptar jashtë territorit që po përgatiten për të rikthyer në Shqipëri dhe për të bërë ndoshta një qeveri të dytë ose për të përgatitur për të marrë fatet e Shqipërisë në dorë. Në grumbullimet e shqiptarëve në Angli, me që ju jeni pjesë e komunitetit, a diskutohet kjo tezë? Ka shumë shqiptarë që jetojnë, po them specifikisht në Angli, që kanë marrë shkolla të larta, janë individ me një bagazh akademik të lartë, që nuk do hezitonin të ktheheshin në Shqipëri dhe atë ta përdornin për të mirën e këtij vendi. Edhe pse pak më herët u shprehët që nuk mund të kthehen për shkak se Shqipëria nuk ka kushtet e duhura? Jo, e kam fjalën nuk i ka kushtet e duhura për investim.
Për investim. Pra atë do e thoja, mi thënë në aspektin ekonomik. Nuk I ka kush dhe do ke njës plot që mund të kthehen e dojnë me investu në biznes, e kam fjallën. Nësa politikisht, unë mendoj që edhe mund të ketë plot shqiptar që I kanë mundësit dhe kushtet, por duke pas parasysh që Shqipëria është një vend I ashpër. Se është Shqipëria vend I ashpër? Çfarë e ashpërson vendin ton ku ju e patët më të lehtë të ngrini një biznes në Angli, të investoni atje, të punësoni gati 40 veta, dhe a mund ta ndërtoni të njëjtin biznes këtu në Shqipëri me të njëjtin kapacitet punëdhënieje? Tash këtu në Shqipëri do ishte shumë herë më e vështirë sepse sipas opinionit dhe dëshmive të tjera këtu, ky vend udhëhiqet nga shteti. Edhe shteti një farë forme ka kriju ato celulat e biznesit veta, në qoftë se ti do bish në kundërshtim me një nga ato, ose do bësh konkurrencë njërit nga ato, opinioni është që ato mund të marrin masa në ide nga më të ndryshmet. Edhe ka plot fakte që ka ndodhur fenomene të tilla. Edhe shqiptarët tremen nga kjo gjë. Duke ju referuar rastit tënd, Genti, në biznesin dhe ju jeni si përmarrës në Angli. Pak më herët treguat për ne që ju detyruat të shisit shtëpinë për t'u larguar sepse mundësia për të jetuar dhe për të bërë biznes tu ishte me sa duket e pamundur për sa kohë dhe ju lëvizët, se kjo është e qartë. Ai biznes do të mund të mbijetonte në Shqipëri? Ajo mënyrë pune që ju keni ndërtuar atje? Aktualisht unë themi që jo. Pse? Nuk I ka... Mund të na I tregosh që të bëjmë dhe ne diferencën që një shqiptar ndërton jetën e tij jashtë territorit shqiptar, investon, është si përmarrës, ju jep punë të tjerëve dhe të njëjtin kapacitet të veti nuk e përdor dot në vendin e tij. Është si ta them unë ty, të paktën në Angli, atje biznesit I jepet një farë shansi. Kur fillon në fillim, është viti I parë është tax falas. Do të thonë që e provon si biznes tax free. Tax free. Okay. Viti I parë. Pastaj viti I dytë fillon taksimi normal. Edhe në Shqipëri është një diçka që direkt, sa hap një diçka direkt paraqiten ato të taksave, jo kjo, jo ajo, edhe I tremin njerëzit të bën si përmarrës. Edhe shqiptarët, domethënë, një diçka e tillë këtu në Shqipëri e marrin me shumë frikë, kam kontakte plot me bizneset këtu, janë shumë të trembur, janë shumë të frikësuar. Sidomos nga ana e shtetit, nuk e promovon biznesin shteti këtu tek ne. Do të bëjmë paralelizim. Në Shqipëri, një nga, le të themi, gropat e zeza që ka ekonomia është mosmbledhja e TVSH-s. U fut edhe biznesi I vogël me qarkullim të ulët, që ulët dhe shpesh biznesi I vogël ka referuar rastin e Anglisë. Sa është qarkullimi vjetor për një biznes në Angli që të futet në sistemin e TVSH-s? Ose vatit, nëse nuk e... Të futet në sistemin e TVSH-s është diku te 60.000 pound. 60.000 pound. Duke konvertuar në lek? I takon gati 100 milion lek gati. Gati 100 milion lek të vjetra. Për të hyrë në sistemin e TVSH-s. Në taksat e tjera, çfarë mbështet shteti tek biznesi juaj të paktën? Ka numër limit të punësuarve për, domethënë le të themi, për lehtësim taksash? Patjetër që po, nëse biznes I ri, për shembull edhe tek taksa që paguhen për objektet që ke, në bazën e të ardhurave funksionon taksa aty. Taksa nuk është për shembull taksa e biznesit, objektit e kam fjalën, si territor, që e cila ka bashkia përsipër, në bazën e të ardhurave dhe ajo ulet që ta ndihmoj tjetrin në punë, në biznes, ta promovoj, jo ta mbysi. Janë shumë lehtësira atje tek ne, domethënë në punë, çdo gjë, pavarësisht njerëzit thonë që është shtet ligjor, po ti zbaton ligjin, po ai ligj është shumë më friendly, më miqësor dhe më suportiv. Më suportiv atje tek ne. Nësa këtu është shumë e frikshme. Këtu të hapësh një lokal direkt, të sulen 10 këto të bashkisë. Unë I kam parë në Ksamil për veten time, më shumë herë, edhe ajo kontakti që vinë ato e bëjnë direkt është shumë I frikshëm, sikur të jemi në një shtet policor. Jo, po hapim një biznes. Kjo marrëdhënie si është në Angli e punonjësve të tatimores, nëse mund ta themi kështu, sa shpesh një biznes vizitohet nga instancat fare. Vetëm në qoftë se ti ke mangësi ose diçka dhe ato e evidentojnë nëpërmjet
diferencave ose të sistemit, pastaj ato do lejnë një takim dhe diskutojnë se pse ndodhi kështu. Nuk është se bëhen, ta them unë ty, kontrollet befasishme siç ndodhin këtu. Njën tjetrën. Tash edhe mund të ndodhin ato kontrollet befasishme nëse ti je abuzues i ligjit. Edhe ndodhin, por në përgjithësi, domethënë nuk s'ka. Unë për vete kam shumë vite, asnjëherë s'kam pasin inspektorë që të vinë aty të bëjnë kontroll total të dokumentacionit. Sepse jam tregu korrekt, edhe ato e shikojnë mi bazën e statistikave që jam korrekt me ligjin. Por që këto kontrollet e befasishme ose rutinore, sepse ka dhe kontrollet rutinore nuk janë shfaqur në biznesin tuaj. Jo, mund s'kam pas probleme të tilla. Ti rikthehemi temës së protestës dhe qëllimit për të cilin jeni kthyer në Shqipëri dhe unë pa qëllim ju pyeta për jetën tuaj atje për të parë se diferenca e një shqiptari jashtë territorit të Shqipërisë, kur i kthehet këtu, i duhen të paktën 6 muaj të stabilizohet. Nëse kur shkoni jashtë i duhet kohë për të integruar me shoqërinë, ndërsa këtu i duhet minimalisht 6 muaj të mbledh veten nga shoku. E kam provuar, është me statistika e vërtetuar kjo pjesë. Pyetja ime është, nëse kjo protest do të marrë një drejtim të cilin ne ende nuk e dim, jemi të gjitha në kushtet kur po supozojmë tashmë, sepse nuk bëjmë dot parashikimin mbi këtë protest. Në cilin moment të saj ju do të ndjenit shpresën që, okay, tashmë unë do e marr familjen dhe do kthehem në Angli, në Shqipëri, do e lej Anglinë. Në cilat kushte do ndodhte kjo? Tash unë do e merrja familjen time, besoj që do duhej kohë kjo të realizohej sepse në këto kushte që është Shqipëria aktualisht, domethënë është shumë rrëmuj. Unë do e merrja kur do kishte një sistem që vërtet do më përmbushte shpirtërisht, që i cili do ishte sistem legjislativ, që ligji vërtet funksionon, nuk bëhen padrejtësira, edhe unë s'do hezitoja ta merrja ku ka më mirë se të kthehesh në vendin tim. Në momentin që domethënë do kishte një sistem që vërtet funksionon këtu tek ne. Si do ta kuptojnë që sistemi do funksiononte? Duke qenë se, po ju bëj për parantezë, ju keni mbi 20 vite që nuk jetoni në Shqipëri. Ajo çfarë ndodh është, vendoset një gjop në makinë për parkimin e gabuar dhe është shumë herë më lehtë të kapësh policin, të japësh një kafe sesa të shkosh të paguash gjopën. Po gjëra të tilla, Këtë e bëjmë ne shqiptarët. Ne nuk kemi pse akuzojmë vetëm një palë, sepse edhe ai që i ofron këtë kafe në policit është po aq i korruptuar sa polici që i merr. Pra nuk ka vetëm një fajtor kjo situatë. Kjo situatë nuk ndodh në Angli. Nuk ndodh në Itali, nuk ndodh në Greqi, ndodh në Shqipëri. Kur do e kuptoni që zbatohet ligji dhe kemi një vend që e mirë kupton ligjin dhe e ndjek dhe e zbaton? Atëherë, kur të filloj të ndryshoj mentaliteti i popullit tonë. Pra nuk do ktheheni kur? Jo, unë kam shpresë se do ndryshoj, do filloj me kalimin e kohës të ndryshoj mentaliteti jonë. Se ka ndryshu mentaliteti, sidomos me ato që kanë jetu jashtë, ta kupton, edhe kthehen këtu në Shqipëri dhe sjellin një frym të re. Edhe kjo ka filluar të ndryshojë, domethënë shumë njerëz që i kam nga shoqëria ime, domethënë, i kam vrej që është më mirë ta marrin gjobën se sa t'i japin më pak policit. Edhe kjo ndërgjegjësim, domethënë, sjell një farë rregulli në të ardhmen. Sigurisht. Edhe kjo këtë po presim gjithë, këtë lloj ndërgjegjësimi, të kontribuojmë me ndërgjegje të plotë. Të kontribuojmë me ndërgjegje plot është pjesë e edukimit, duhet të edukohemi të gjithë dhe kjo duhet ta pranojmë. Ky është edhe ai paradoksi që si mund të në një sistem arsimor të dështuar siç është aktualisht, si mund të krijojmë një masë të re me një frym të pastër për të ardhmen, kur ato kushte që bëhet mësimi, ato mënyra se si zhvillohet mësimi, mënyra se si paguhen provimet, janë problematika që do na kthejnë, janë ata gurë që i them më përpara që kur hell gurë në erë do të binë kokës prapë. Kjo është. Do doja të dija, në këtë vendin tonë dhe në këtë dëshirën tonë për ta bërë vendin më të mirë, dhe e kemi të gjithë dhe të gjithë ankohemi dhe të gjithë kërkojmë dhe të bëhemi patriot. Në gjykimin tuaj, sa patriot jemi? A na ndodh që patriotizmin ta shprehim vetëm në raste festash dhe në Facebook dhe rrjetet sociale, apo e kemi të njëjtën zell edhe ndaj çështjeve thelbësore të vendit tonë? Shiko, tash patriotizmi na është fshehur pak për vetë faktin që kur populli fund për bukë,
a kupton, për gjërat më elementare nga ato shqiptarë që mendohet të na udhëheqin drejt prosperitetit, kur kemi zhgënjim nga vetë qeverisja, tash në një farë forme na largohet edhe ai patriotizmi, po jo se largohet totalisht, fshihet diku aty mrena. Edhe do duhet një frymë re. Patriotizmi apo dashuria për vendin? Edhe dashuria për vendin edhe patriotizmi, të dyja sikur fshihen aty mrena në një lëmsh shpirtëror, të cilët do duhet një dritë ta zgjojë, edhe për mendimin tim ka qenë kjo drita studentore, që në qoftë se do lindte ose do lindi, do jetë zgjimi i kësaj shprese. Ta lëmë edhe këtë si mesazhin për të mbyllur intervistën? Patjetër. Pra të presim dritën dhe shpresën nga studentët apo nga të gjithë? Unë për vete do i bëja thirrje gjithë shqiptarëve, njëherë me gjitha, qofshin brenda vendit ose jashtë vendit, të solidarizohen me këtë dritë. Edhe kjo do ishte ndryshimi. Edhe mos t'i humbi shpresa, mos kujtoni që shqiptarëve i ka humbur shpresa. Tashi thjesht i është ajo shpresë i ka ngel brenda shpirtit diku aty e fshehur, po ajo mund zgjohet nëse do kemi solidaritetin tuaj. Unë ju falenderoj për intervistën dhe shpresoj që vendimi juaj për të lënë familjen atje ku tashmë keni ndërtuar familjen, biznesin, të ketë qenë i drejtë. Dhe nga ana tjetër dëshiroj që secili prej nesh, absolutisht secili prej nesh, të mund të zgjedhë më të mirën, jo vetëm për veten dhe familjen, po fund fare për këtë vend.